Faleminderit të gjithëve. Kur fori Albini për vozitjen, e ka pas fjalën për trafikun urban. Kur më pyesin njerëzit cila është gjaja e parë që do të bëje në komunën e Prishtinës, gjithmonë kam thënë t'i shesim ato makinat e shtrejta të cilat i ka ble komuna në një varfëri ku shumica e qytetarëve tonë jetojnë në kushte shumë të vështira, kryetari i komunës na shëtitet me Mercedes. Kjo është e papranueshme dhe po e them që gjëja e parë është t'i shesim ato makina, ndërsa kryetari ta përdor trafikun urban, transportin publik, sikur se ja dëshirojnë gjithëve. Gjatë muajve të kaluar kemi punuar për një program. Program i cili mirret me problemet e qytetarëve. Dhe ju po e shihni që për çdo ditë po prezantojmë pjesë nga ai program. Kur me një pjesë të asamblesëve punuam programin për ujin, sepse që 14 vite qytetarët e Prishtinës nuk kanë ujë, komuna më së pari doli dhe tha nuk është kompetencë jona. Kur e panë që nuk është arsye temaj dhe se qytetarët po kërkojnë nga komuna ujë, atëherë ata premtuan ujë deri në vitin 2016. Do me thonë që 14 vite e kanë pushtetin, nuk kanë mund që ta rregullojnë dhe tani kur po shifët se është përgjegjësia e komunës, se mund të rregullohet uji, se mund të paramendojmë që deri në vitin 2015 të kemi të gjithë ujë, ata fillojnë të premtojnë gjëra, por nëse nuk e kanë bërë për 14 vjet, besoni se nuk do ta bëjnë as deri në vitin 2016. Kur kemi prezantuar programin për Prishtinën komunë e hapur, ku çdo kërkesë e qytetarëve do të ketë përgjigje brenda 30 ditëve, ku prokurimi publik do të jetë transparent që do të jenë të gjithë qytetarët aty, ku do të ketë edhe shoqëri civile, ku do të dihet menjëherë se çka ndodh me komunën, ku planet për lagje bëhen publike shumë kohë përpara. Por e fundja dhe më e rëndësishmja, kur dikush i del ballë krimit të organizuar, uzurpimit të pronave publike dhe ndërtimeve pa leje, ata e pranuan se nuk kanë mund të bëjnë asgjë. Prandaj ja u themi, lëshojani vendin tjetër kujt, në mënyrë që ata që e kanë guximin, vullnetin dhe planin ta luftojnë krimin e organizuar, ti luftojnë këto uzurpime. Me të gjithë asamblestët kemi punuar në programet për lagjet. Me të gjithë asamblestët, kandidatët për kuvendin komunal nga lëvizjave të vendosje, i kemi punuar programet për sektore të veçanta. Programi joni ka 17 pika, që miren me problemet themelore të cilët qytetarët e Prishtinës i kanë. Siç e përmenda me ujin, me qerdhet publike, me shkollat fillore, me trafikun urban, me shëndetësinë, me bërllogun, me të gjitha problemet me të cilat ne ballafaqohemi. Nuk ka shkop magjik që i zgjedh këto probleme. Ama siç e tha edhe Albini, së paku ne duhet t'ja fillojmë të miremi me prioritetet e qytetarëve dhe t'i fillojmë të zgjidhim problemet një nga një. Është me të vërtetë gjyna që 80 kilometra në lindje e kemi Shkupin i cili funksionon dhe ka buxhetin 5 fish më të madh se Prishtina. 250 kilometra në jug e kemi Tiranën që ka 6 fish buxhetin më të madh se Prishtina dhe funksionojnë të gjitha ato gjëra të cilat unë po i potencoj si probleme. Po ashtu në perëndim e kemi Podgoricën, po ashtu me një buxhet 5 fish më të madh se komuna e Prishtinës. Dhe natyrisht në veri është edhe Beogradi si kryeqytet që e ka pothuajse 7 fish dhe shkojmë deri te Zagrebi që e ka buxhetin sa krejt Republika e Kosovës. Ne nuk jemi ishull, nuk duhet të jemi ishull. Ne meritojmë shërbime më të mira, ne meritojmë shtet më të mirë, ne meritojmë komunë më të mirë, ne meritojmë jetë më të mirë në kryeqytetin dhe Republikën tonë. Sot do të prezantoj para jush kandidatët për kuvendin komunal të lëvizjes së vendosjes për Prishtinë, përkundër aftësive të mia që të mbaj në mend, megjithatë përvoja akademike, përvoja profesionale e të gjithë këtyre njerëzve më duhet të lexoj sepse nuk kam mujt me majtë në mend gjithë këtë përvojë që e kemi këtu tek 56 kandidatët.
Andaj do t'i prezantoj një nga një dhe pastaj I los që të ngriten në kam dhe para jush vetëm t'i prezentohen edhe ata. Me numër 2 në listë Hatixhe Hoxha. Hatixha shkollën fillore dhe gjimnazin e ka përfunduar në Prishtinë, ka përfunduar edhe fakultetin në filologjisë dhe magjistraturën, është në përfundim të doktoraturës, ka punu si mësimdhënëse dhe tash momentalisht ligjeron në Universitetin e Prishtinës. Hatixhe Hoxha I është bashkuar lëvizjes vetëvendosje në vitin 2010, është antare kryesisë së qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, ndërsa personalisht mendoj se është një ndër aktivistët më të shuara të lëvizjes. Unë jam kandidate bashkë me lëvizjen vetëvendosje që bashkë të bëjmë ndryshimin e madh për Prishtinën, për një qytet ku ka rend dhe ligj, ku ka arsim cilësor, me shëndetësi të mirë, me mirëqenie sociale dhe zhvillim ekonomik. Ju falenderit. Gjelan Svesla ka lindur në vitin 1970 në Prishtinë. Studimet në Fakultetin e Mjekësisë filloi ka përfunduar stomatologjinë, që kam thënë gjithmonë se shumë pak njerëz e njohin Xhelalin si stomatolog. Në shtator të vitit 1997 I është bashkangjitur lëvizjes studentore atëherë si përfaqësues I fakultetit. Në vitin 1998 I është bashkangjitur ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe pas luftës I është bashkangjitur edhe shoqërisë civile dhe iniciativave siç është Kosovo Action Network Kani dhe më pastaj që nga viti 2005 është në lëvizjen vetëvendosje, unë kam thënë është në lëvizjen vetëvendosje edhe para Albinit. Është antar I kryesisë së lëvizjes dhe sekretar për marrëdhënie me jashtë. Unë kam kandiduar në Kuvendin Komunal të Prishtinës që të jap kontributin tim maksimal në ndryshimin e komunës së Prishtinës, që të shtyj përpara alternativën qeverise të lëvizjes vetëvendosje e cila e garanton këtë ndryshim. Faleminderit. Berat Lahu. Berati është lindur në vitin 1976 në Prishtinë, jurist I diplomuar, për shkak të persekutimeve të familjes së tij, përkatësisht babai I tij në vitin 1976 shpërngulet në Gjermani, ku bën pjesë në disa shoqata siç është Friedrich Ebert Stiftung. Në vitin 2008 angazhohet politikisht në lëvizjen vetëvendosje dhe është kryetar I qendrës së Prishtinës, ndërsa po ashtu është drejtor I distribucionit të energjisë elektrike për regionin e Gjakovës. Berat Lahu. Arsyeja që më ka shtyrë të kandidoj për Kuvendin Komunal Prishtinës është fakti që një shumë mirë qendrën e Prishtinës dhe aktivistët e saj të devotshëm. Që nga maj 2011 jam kryetari I qendrës dhe gjatë kësaj kohe kam përfaqësuar qendrën e Prishtinës në debate, intervista dhe emisione të ndryshme ku kanë ngritur shqetësimet e qytetarëve. Duke qenë Asamblenë Komunale Prishtinës, mendoj që këto debate, këto shqetësime të qytetarëve do t'i adresojmë edhe më mirë dhe do t'ju gjejmë zgjidhje bashkë me vetëvendosjen. Profesor Sadri Ramabaja, I cili vjen nga Dardana, po e thëmë fillimisht, por që pas studimeve ku diplomoj në Fakultetin e Historisë, dega letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e Tiranës, fillon veprimtarinë e tij politike, që vazhdon pastaj edhe në Zvicër. Gjatë viteve, 1980-1999, është pjesë e ilegales dhe për 3 vjet I burgosur politik, dhe më pas gjatë viteve 1987 I aratisur politik në Zvicër. Për mëse 8 vite, punoj për kryqin e Kuq, për një periudhë 2 vjeçare ishte edhe zyrtar I lartë për politika në zyrën e kryeministrit, në lëvizjen vetëvendosje është antarësuar në vitin 2010 dhe është një ndër antarët më aktiv të Kuvendit Komunal të Prishtinës tashmë dhe besojmë se do t'ju shohim edhe në mandatin e ardhshëm. Profesor. 3 vjet e kam përjetuar shdrimin e Kuvendit Prishtinës në një instrument mekanizmit demokracisë formale. Jam pjesë e ekipit vetëvendosjes sepse besoj shumë se me shpendit dhe me këtë ekip të shkëlqyshëm, ashtu siç u shpreh Albini, do ta shndrojmë Kuvendin në një kuvend tempull të demokracisë reale. Faleminderit.
Nazlie Bala, e lindur në vitin 1967 në Prishtinë. Nazlia ka diplomuar në Fakultetin Filozofik, drejtimi i shkencave politike, dhe më pas vazhdoi programin postdiplomik në marrëdhënie ndërkombëtare pranë Akademisë Diplomatike të Vienës. Gjatë vitit 1999-1997 ishte anëtare e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Mund të them se Nazlia është ndër aktivistët më të shuara në mbrojtjen e të drejtave të grave. Së fundi e keni parë në aktivitetet që i ka shtyr për mbrojtjen dhe kategorizimin me ligj të viktimave të grave të dhunuara gjatë luftës. Për atë e njohim edhe më shumë gjatë këtyre ditëve. Nazlie, urdhno. Kandidoj sepse ndryshimi nuk mund vije që të presim ndonjë person tjetër apo ndonjë kohë tjetër. Ne jemi ata që kemi prit për 14 vite ndryshim në Prishtinë dhe gjithkohë në Kosovë. Prandaj ndryshimin e kërkojmë ne vetë. Sulejman Pireva. Unë e quaj njeriu i librit në Prishtinë. Sulejmani ka punuar si mësues në shkollat fillore në Lupës të Poshtëm dhe në Besi, si absolvent në shkollën e mesme teknike Nikola Tesla në Ferizaj dhe kështu ka vazhduar me përvojën si mësimdhënës. Nga kushti i vitit 1999 deri në vitin 2008 ka punuar si drejtor i Bibliotekës Publike Hivzi Sulejmani. Dhe po e them që njohës më të mirë të bibliotekave në Prishtinë dhe të librit në Prishtinë nuk ka. Sulejman. Programi, koncepti, vizioni dhe alternativa e lëvizjes vendosje janë idealet e mia në të shkuarën, sot dhe në të ardhmen. Unë jam i kandiduar për këshilltar në Kuvendin Komunal të Prishtinës dhe do të bëj gjithë përpjekjet me vendosmëri, kurajo, që t'i përmbush të gjitha këto. Ju faleminderit. Hatice Latifi Pupovci, është lindur në vitin 1963 në Gjilan, shkollimin fillor dhe mesme përfundoi në vendlindje, pastaj diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë, pastaj magjistroi, pastaj doktoroi. Momentalisht është profesoresh asistente në Fakultetin e Mjekësisë dhe është trajnere e certifikuar për përsosmëri në mësimdhënie, që nga viti 2010 Hatice Latifi Pupovci është aktiviste e lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit. Përshëndetje bashkëqytetar. Situata tepër e rëndë në sektorin e shëndetësisë dhe në sektorin e arsimit më ka shtyrë që të aplikoj ose të kandidoj për këshilltare të Asamblesë Komunale të Prishtinës me qëllimin më fisnik që me përkushtimin tim maksimal të angazhohem për qytetarë më të shëndosh dhe më të arsimuar të komunës së Prishtinës. Qëndron Kastrati, lindur në vitin 1988 në Prishtinë, një prej aktivistëve të pandalshëm të lëvizjes vetëvendosje, absolvent në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, për një kohë punoi edhe në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës, që nga viti 2003 qëndroni është vullnetar i Kryqit të Kuq, ndërsa lëvizja vetëvendosje i është bashkuar në vitin 2009. Qëndron. E ardhmja është e garantuar vetëm nga angazhimin e të tashmen. E vetëm kështu, shpresën e kemi të mbështetur dhe të bazuar. E vetëm kështu, shpresa na shtyn drejt realitetit dhe i largohet iluzionit. Do ta nisim me Prishtinën. Ylli Hoxha ka lindur në Prishtinë në vitin 1979, është i martuar, ka 2 vajza, ka kryer studimet master në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Londër, ka studiuar orientalistikën në Universitetin e Prishtinës dhe është kryesues i Komitetit Antikorrupsion në lëvizjen vetëvendosje. Deri në vitin 2011 ka qenë në klubin për politikë jashtme, disa nga ju e njihni edhe si ish sekretari i partisë Ora, unë e them ndër luftarët më të madh kundër korrupsionit në Prishtinë dhe në Kosovë. Jam lëvizjen vetëvendosje sepse vetëm vetëvendosja, pra kur them vetëm, është vetëm ajo ka guxim, edhe ka kapacitet, dhe ka trimëri
që ballafaqohet me korrupsionin dhe krimin që e kanë përthyer këtë vend. Do ta fillojmë me Sami Hamitin e nuk do të ndalemi deri te Sami Lushtaku e te Hashim. Teuta Krasniqi, e lindur në vitin 1958, ka studiuar Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipre pranë Universitetit të Prishtinës dhe ka mbaruar provimet e masterit në gjuhë grupi hulumtues dhe momentalisht ushtron profesionin e mësimdhënësit që nga viti 1993 në Prishtinë. Teuta vën pjesë në një ndër familjet më patriotike që i ka Kosova. Gjyshi i saj ishte i dënuar Asllanda Koci me 101 vjet burgim në burgun e Shkupit, ndërsa ndoshta e njihni edhe babain e saj Metush Krasniqi, një prej familjeve më patriotike, më kombëtare që i ka Kosova, është nder që ta kemi Teutën, e cila është bashkuar lëvizjeve vendosje në vitin 2003. Ju përshëndes të gjithë. Jam një qytetare e thjesht, sikurse i gjithë populli shqiptar. Dëshira e ime është që të kontribuoj në arsimin e popullit tim, duke ditur se baza kryesore e një shteti është arsimi. Prandaj jam më së e vetëdijshme që këtij populli tim t'ia shtoj krenarin dhe të jetë i lumtur në trojet e tyre, sepse vetëm me mësim, me dije, me kulturë, ne do t'i mposhtim të gjitha ligësitë. Faleminderit. Arben Vitia, i lindur në vitin 1973 në Prishtinë, shkollimin e ka përfunduar në shkollën shkëndijane në Hajvali, pastaj gjimnazin Gjevdedoda në Prishtinë, ndërsa ka diplomuar në qendrën spitalore në Universitetin e Tiranës, drejtimi mjekësie e përgjithshme. Pra është mjek që nga viti 2010 Arbeni është një ndër aktivistët më të shuar të lëvizjeve të vendosje, posaçërisht në Komitetin për Shëndetësi. Arben. Faleminderit. Kam kandiduar që të angazhohem maksimalisht për një përfaqësim dinjitoz të qytetarit dhe të mirës së përgjithshme, për një Prishtinë të shëndosh nga ndotja dhe kaosi, për një Prishtinë të shëndetshme. Dardan Sejdiu. Sjell me vete një përvojë të gjatë në sektorin privat dhe sektorin bankar, momentalisht është drejtori menaxhues i Nest Kosovo, por e dim se ka qenë angazhuar edhe si pjesë e fondit kosovaro-sloven të pensioneve dhe ka punuar një kohë të gjatë në bankat e vendit. Ka studiuar administrim biznesi në Universitetin Amerikan në Bullgari, ndërsa ka magjistruar në Universitetin Bled në Sloveni, antari kryesisë së lëvizjeve të vendosje dhe drejtuesi i shtabit zgjedhor për Prishtinën. Arsyeja pse kam kandiduar për Asamblenë Komunale të Prishtinës është që të sjellim një model komplet tjetër të zhvillimit të Prishtinës, një model i cili e vendos qytetarin dhe ndjen dhe nevojat e qytetarit për zhvillim para pushtetarit. Pra kemi nevojë për një zhvillim tjetër, për një zhvillim për qytet dhe për qytetarin. Ju faleminderit. Ta prezantoj një antare cila sot nuk është me neve për shkaqe mjekësore, është momentalisht asambleiste e Kuvendit Komunal në Prishtinë, Afërdita Veliu, e cila shkollimin e mesëm e ka pas në shkollën ekonomike, ndërsa ka përfunduar studimet në Fakultetin Filologjik në Prishtinë, që nga vitet e 80 është angazhuar në organizatat ilegale të asaj kohe, momentalisht punon në ngrohtorën e qytetit Termokos dhe që nga viti 2009 është antare e Kuvendit Komunal. I shpresojmë Afërditës shërim të shpejt dhe të na bashkangjitet sa më shpejt edhe në fushatë dhe në fitoren tonë. Genc Sherifi.
Gen Sherifi është jurist i diplomuar pranë Universitetit Shtetror të Tetovës. Ai momentalisht është duke i përfunduar studimet e masterit, që nga viti 2005 punon në shkollën e gjuhëve New Age School në Prishtinë, që nga viti 2010 është antar dhe aktivist i lëvizjes vetëvendosje që punon pa ndalshëm në pikën e Matiqanit. Kandidoj që Prishtinën ta bëjmë qytet ku sundon ligji dhe ku të gjithë qytetarët do të jenë të barabartë para ligjit. Ju faleminderit. Minivere Plana, të gjithë e njohin si arsimtare, sepse shumë miq të mi e kanë pasur arsimtare. Shkollën fillore të mesme ka kryer në Gjilan, shkollën e lartë pedagogjike në drejtimin fizik-kimi në Prishtinë. Aktualisht punon si mësimdhënëse në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë. Të gjithë ata që kanë qenë në Ismail Qemali e njohin arsimtaren shumë mirë. Unë kandidoj për asambleiste me qëllim që të kontribuoj në arsim dhe edukim në shkollat tona. Unë do të angazhohem maksimalisht të e di të gjithë për arsimin çfarë degradimi është në kohë tani. Ju përshëndes. Gjerti Gjambazi, i lindur në vitin 1985 në Prishtinë, ekonomist i diplomuar, është bashkangjitur tash në lëvizjen vetëvendosje dhe nuk e kishim ditë se çfarë aktivisti nuk e kishim pas më herët në lëvizjen vetëvendosje. Është një njerëz që punon pa ndalshëm, ka punuar në disa kompani dhe bjen atë përvojë tek ne. Kandidoj për një Prishtinë ndryshë nga ajo që është, ku qytetarët ndihen krenar me ndryshimet që ndodhen në Prishtinë, pra rrjedhimisht kandidoj që përjetoj ndryshimet e mëdha që ndodhen në Prishtinë. Faleminderit. Jeton Budima, një nga regjisorët më të talentuar që i ka Kosova. I lindur në vitin 1968 në Prishtinë, ka përfunduar Universitetin e Prishtinës Dega, regji e filmit dhe teatrit. Momentalisht jetoni është ligjërues, ka qenë ligjërues në Fakultetin e Arteve, ka qenë aktivist në lëvizjen politike Ora. Në vitin 2010 ka përfunduar edhe masterin në regji film dhe në vitin 2010 kandidohet për herë të parë në lëvizje vetëvendosje për deputet dhe tash na bashkangjitet në garën për Prishtinën, po e them njeri i artit në Prishtinë. Faleminderit shumë për një Prishtinë, një qytet i artit dhe kulturës, dhe për ligjërues të cilët do të angazhohen çdo ditë, çdo dakik, e nuk do të kërkojnë lëmosh në rrugë. Kjo është një. E dyta, shpendi tha që do ta përdor autobusin për transport fizik. Unë ati ja kisha dhënë një dhuratë dhe një biçikletë. Në mënyrë që shpendi ta rikthen kondicionin fizik që ndoshta i mungon këtë ditë. Faleminderit shumë. Jeton shumica e politikanëve që i kem pa dhe i tash po trashën mas i po him pushtet. Unë e kom kry këto para se me hi. Afrim Mehmeti, i lindur në vitin 1955, ekspert i sigurisë, ka diplomuar në Universitetin e Beogradit në Fakultetin e Mbrojtjes Civile, ka punuar si profesor në gjimnazin e Pezë, ka marrë pjesë në demonstratat e vitit 1981 dhe më pastaj është angazhuar në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës dhe në vitin 1993 burgoset nga regjimi serb dhe mbahet për 5 vite në burg. Që nga vitit 2011, Afrimi është aktivist i lëvizjes vetëvendosje dhe një nga ekspertët më të dëshuar të sigurisë që kemi në Kosovë. Afrim. S'ka dyshim se me vetëvendosjen dhe objektivat që dalin nga alternativa jonë qeverisë, do ta bëjmë Prishtinën më të bukur dhe më të mirë. Ekonomikisht do ta zhvillojmë dhe do ta bëjmë më të pasur. Faleminderit. Sherif Makolli, i lindur në vitin 1960 në Marec. Shkollimin fillore dhe shkollimin e mesër ka përfunduar në shkollën e mjekësisë në Prishtinë. Dua ta tregoj edhe një histori personale, kur jam takuar me Sherifin dhe momentalisht është kryetar i sindikatës së mjekësisë familjare në Prishtinë.
E kam takuar, e kam ftuar që sindikatat të përfaqësohen në lëvizjen vetëvendosje sepse mendojnë se janë shumë të rëndësishme. Një prej aktivistëve më të shuar për të avancuar të drejtat e punëtorëve në përgjithësi në sindikata, edhe pse prej momentit që ka hyrë në listë të kandidohet, është kërcënuar disa herë me largim nga posti shërif, ne jemi me ty, mos u dorëzoni këtë vejtë. Edhe jam larguves, kështu. Kështu, duke parë gjendjen e keqe në shëndetësi dhe sidomos gjendjen alarmante në mjekësinë familjare, unë kam vendosur të kandidoj për asamble komunale, duke bazuar në ato se mund të arrijë objektivat tona si sindikalist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve shëndetësor, po jo edhe vetëm punëtorëve shëndetësor, po edhe shëndetësisë në përgjithësi. Andaj me alternativën veçeverise të lëvizjes vetëvendosje, unë aty e shoh realizimin e gjitha objektivave tona shëndetësore. Faleminderit. Po ashtu sot me neve nuk është Afërdita Pireva, aktiviste shuar e lëvizjes vetëvendosje, mjeke e cile për shkaqe objektive nuk ka mund të jetë sot me ne. Them edhe një herë përshëndesim Afërditën, jemi aktiviste shuar e lëvizjes. Kreshtik Ahmeti, aktivist i shuar ndër më aktive të lëvizjes vetëvendosje. Unë para 2 ditëve e bona një gabim, thash student i Fakultetit Ekonomisë, ky kështë pas diplomu në ndërkohë, është i diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Drejtimi, Banka, Financa dhe Kontabilitet, është kysh në aktivizëm edhe në shoqërinë civile, më pas edhe në lëvizjen vetëvendosje, një pjesë e njihni edhe si antar i skenës muzikore të Prishtinës, për shkak se është bën pjesë në grupin freelancers shumë të ndenjor. Arsyeja pse unë kandidoj është që jem shërbim të realizimit konceptit të lëvizjes vetëvendosje edhe të alternativës sonë qeverise edhe në komunën e Prishtinës. Ajtena Asani Gjemali, lindu në vitin 1970 në Kumanov, gjatë viteve 1999 ka punuar në Entin Federal për refugjat në Bern të Zvicrës, gjatë periudhës 2000-2004 ka mbaruar Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane në Universitetin e Prishtinës dhe ka përkthyer disa vepra letrare nga gjermanishtja, si ajo Gratë në Kosovë dhe Lufta dhe rindërtimi nga Elizabeth Kasli. Aktualisht ajo është duke përkthyer edhe librin e tretë të njëjtës autore me titull Familja Kosovare e ballafaquara me sfidët e paraluftës. Ajtenja jeton me bashkëshortin Emrush Gjemalin dhe ka 3 fëmijë, i është bashkangjitur lëvizjes vetëvendosje në vitin 2013. Përshëndetje, unë kandidoj që të jap kontributin tim nëpërmjet lëvizjes vetëvendosje për një kryeqytet të rregullt me infrastrukturë funksionale dhe shoqëri të organizuar. Faleminderit. Po e përshëndesim aktivistin ton nga Ajvalia, Misim Bajrami, i cili për shkak të punës nuk ka mujt me ardhur, do të thonë punëtorëve të me përshëndesim Misimin. Dhe vazhdojmë. Bahrije Ademi Murati, lindur në vitin 1979 në Vushtri, ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, punon në qendrën e mjekësisë familjare në Vushtri dhe me bashkëshortin e fëmijën e saj jetoi në Prishtinë, ndërsa është ndër aktivistët e para të lëvizjes vetëvendosje që nga viti 2005. Përshëndetje, arsye për kandidaturën time është jeta e vështirë e qytetarëve tanë, sidomos kur ata përballen me shërbimet publike, veçanërisht me shërbimet shëndetësore, vetëvendosja është alternativa dhe vetëvendosja është ndryshimi. Rifat Deri, i lindur në vitin 1961 në Prishtinë, ka përfunduar gjimnazin Gjevde Doda dhe është ekonomist i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë. Ka punuar si udhëheqës i financave në organizatën shumëtorja Konzum, tani ka kompaninë private Roni dhe që nga viti 2008 është një ndër aktivistë më të shuar të lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit Sven. Kur të shoh gjithë këta këtu që janë dalë para meje dhe këta që kanë marrë pas meje, me të vërtetë jam shumë i bindur që thot Arbini, fitoria jonë është e domosdoshme dhe e pashmangshme. Ju të bashkangjitur edhe në kësaj liste sepse jam për ndryshimin e formës për përmirësimin e jetës në komunën e Prishtinës.
frym kjo, e cila rrjedh nga programi politik, nga manifesti, deri te alternativa qeverise. Faleminderit. Edona Bajqinca, e lindur në vitin 1980 në Prishtinë. Është diplomuar në Fakultetin e Filozofisë, Drejtimi Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, ka punuar në disa kompani, por e kam vrejtë që është ndër njerëzit më të njohur në Prishtinë. Sa herë që jam me Edonën, këta e përshëndesin më shumë se mu. Edona Bajqinca. Përshëndetje. Kandidimi im vjen si vullnet që t'jem sa më afër qëllimit lëvizjes vetëvendosje, do të angazhohem për ndryshime radikale shoqërore pa kur faj diskriminimi. Nol Binakaj, ka lindur në vitin 1981 në Prishtinë, ka përfunduar dhe ka diplomuar në Fakultetin e Ndërprimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit të Prishtinës. Prej vitit 2005 punon si arkitekt dhe zëvendës drejtor në Fondacionin Suedes Trashëgimia Kulturore pa kufi. Në gjitha debatet që kam qenë këto ditë, kam thënë se gjatë këtyre muajve kam takuar aq shumë urbanistë të rinj, njerëz që dojnë shtetin e tyre, që janë shkolluar në arkitekturë dhe urbanizëm dhe duan t'i dalin balë të keqës që ta përmirësojnë qytetin. Noli është një ndër ta. Faleminderit shumë, dhe faleminderit gjithëve. Degradimi i qytetit në çdo aspekt, po veçanërisht në atë urban, po ndodh edhe sot, fatkeqësisht. Unë jam këtu sepse besoj që së bashku do të punojmë dhe do ta ndalojmë, por edhe do ta ndryshojmë këtë gjendje. Urime. Fatmir Qorolli, i lindur në vitin 1959 në Shkup, diplomoi në shkollën e lartë pedagogjike drejtimi matematikor, punoi si arsimtar në shkollën fillore Naim Frashëri në Prishtinë, që nga viti 1986 deri me 2003, kur u emërua zëvendës drejtor po në këtë shkollë deri në vitin 2009. 4 vitet e fundit ka qëndruar në SBA dhe si është kthyer i është bashkangjitur lëvizjes vetëvendosje, kudo që shkojmë në pjesët ku ka qenë arsimtar të gjithë, i drejtohen arsimtar, profesor, se ka shkolluar shumë gjenerata. Fatmir. Faleminderit. Unë do të angazhohem për një arsimim dhe edukim të zhvilluar dhe të mërifillt, dhe një shëndetësi të përparuar, dhe një urbanizëm funksional, e këto arrihen vetëm me lëvizjen vetëvendosje. Faleminderit. Bardha Dida Rugova, e lindur në vitin 1981 në Prishtinë. Gjatë viteve 2001-2003, Bardha ka studiuar pianon dhe dirigjimin në Universitetin e Lundit në Suedi. Si studente dalluar është përbly me bursa të ndryshme në vitin 2002. Diplomoi në Fakultetin e Teknikës, Menaxhimi i Produksionit në Media dhe ka përvojë me organizata humanitare, me organizata private, kisha me qujt me kompani private. Bardha është një njeri që sjell energji pozitive në ekipin tonë. Bardha. Faleminderit shumë, faleminderit gjithëve. Mendoj që Prishtina duhet të bëhet një qytet me më shumë kulturë dhe një qytet për të dëshiruar për të jetuar aty. Për të bërë këtë realitet, për të bërë këtë realitet, mendoj shpendi shumë fjallë të mirë në ta. Për të bërë këtë realitet, do të përkushtohem maksimalisht dhe me pasion shumë të madh. Vetëm kështu mendoj se ne si qytetar do të arrijmë dhe të punojmë. Kush e nje Bardhën e din sa shumë flet, kur jemi nga 2-3 veta, kështu që është si pasoja e saj. Faleminderit Bardha. Sulejman Krasniqi, i lindur në vitin 1946 në Prishtinë, i diplomuar në Fakultetin e Elektroteknikës në vitin 1966, ka punuar pothuajse 40 vjet në migjen sipërfaqësore të Bardhit madh, njeriu që e njeh kekun me thonë më mirë se shtëpinë e vet, ka shkruar shumë kundër keqpërdorimeve në kek
dhe ka qenë pjesëmarrës aktiv i demonstratave të vitit 1968, kur është shkruar edhe për herë parë parulla vetëvendosje. Do të përpiqem që në Kuvendin Komunal të Prishtinës të bien vendime të drejta për Prishtinën dhe për qytetarët e saj, dhe ato vendime të zbatohen në praktikë patjetër. Kjo është dhe vizioni i lëvizjes dhe vendosje. Fazlim Aloku ka lindur në vitin 1947 në fshatin Halabakt, komunës së Besianës, ka kryer akademinë pedagogjike dhe ka qenë pjesëtar dhe drejtues i lëvizjeve ilegale Partia e Luftës dhe pastaj edhe pjesëmarrës në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Sot nuk ka mund që të në bashkangjitet, e përshëndesim Fazlion. Tringa Kilmendi e lindur në vitin 1979 në Prishtinë, diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Dega e Stomatologjisë vitin 2003 në Universitetin e Tiranës. Që nga viti 2005 është asistente në Fakultetin e Mjekësisë Dega e Stomatologjisë dhe është specialiste së sëmundjeve të dhëmbit. Është e punësuar në Qendrën Klinike Universitare Stomatologjike dhe lëvizjeve vendosje është bashkangjitur si vjet në vitin 2013. Faleminderit. Një ndër arsyet kryesore për të cilat kam kandiduar është që të ndikoj në funksionizimin e plot të ambulantave të kryeqytetit, pasi që jemi dëshmitar që 14 vite shëndeti i qytetarëve nuk ka qenë prioritet për komunën. Faleminderit. Shemsi Rudari, i lindur në vitin 1946, diplomuar në Fakultetin e Ndërtimtarisë pranë Universitetit të Prishtinës, ka bërë pjesë ka punuar në disa ndërmarrje që janë marrë me infrastrukturën rrugore në shtetin tonë, ka qenë në ndërmarrjen për rrugë Trasik si drejtori i ndërmarrjes në vitin 2001 dhe tash punon si menaxher i ndërmarrjes Plan Kos në Prishtinë, njihet si përkrahas i madh i lëvizjes vetëvendosje, tashmë edhe aktivist. Faleminderit. Unë si inxhinier i ndërtimtarisë, dijem dhe përbojën time do ta bashkoj me vullnetin dhe energjinë e këtyre aktivistëve të vetëvendosjes për ta bërë ndryshimin në Prishtinë, sidomos në gabimin e planifikimit urbanistik. Faleminderit. Burbuqe Shurdha e lindur në vitin 1962 në Prishtinë, e diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, specializimin në lëndën e pneumologjisë, magjistroi në shkencat e mjekësisë seksioni kardiologji, punon në klinikën e sëmundjeve të mushkërive në QKUK në Prishtinë, një nga aktivistët më modeste që i njoh në lëvizjen vetëvendosje që nga viti 2010. Në qenë se punoj më tepër se 15 vite në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe jam e njoftuar me problemet që e rëndojnë sektorin e shëndetësisë, mendoj se duke qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje, mund të jap kontributin tim në lëminë e mjekësisë. Ne jemi të gjithë këtu në shpendin, sepse e duam dhe do ta bëjmë ndryshimin. Dërsa ju jeni ata që do të na ndihmoni ta arrijmë atë. Faleminderit. Fadil Bini, i lindur në vitin 1970 në fshatin Keqekol të komunës Prishtinës, shkollimin fillor e ka përfunduar në Prishtinë dhe të mesëm, në vitin 1987 detyrohet largohet në Mërgim dhe atje pyeshet në disa shoqata, po ashtu i ndihmon të bëhet pjesë e ushtrisë shërimtare në seksionin e logjistikës. Fadili jeton dhe vepron në Prishtinë, ndoshta disa prej juve e njihni edhe prej shtëpia reality show ku e ka fituar Fadili. Faleminderit shumë. Shpresoj që fiton tash boshë. Atëherë kam fituar në mënyrë individuale, tash shpresoj në mënyrë kolektive. Arsyeja kryesore e kandidimit tim për Asamblejë Komunale të Prishtinës është që të ndihmoj Prishtinës e në veçanti shtetit Kosovës. Ndihem shumë i privilegjuar që jam në lëvizjen më të mirë të Kosovës në vetëvendosje, sepse vetëvendosja është e popullit dhe shpresoj se kësaj radhe të fitoj popullin në krye me lëvizjen vetëvendosje. Faleminderit. Vitore Pacoli Dalipi, e lindur në vitin 1982 në Prishtinë, filloi studimet në Universitetin e Prishtinës Dega Gjuhë dhe Letërsi Angleze, më pastaj vazhdoi studimet në Londër, ku edhe magjistroi në London School of Economics në shkenca politike dhe qeverisjen e Bashkimit Evropian.
Fitoria momentalisht ligjeron edhe në kolegjin në Univerzum, por edhe në shkollën ILG. Jemi të gëzuar që kemi aktivistët lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit. Gjatë kohës kur isha studente, pata mundësi të vizitoja shumë qytete të ndryshme në Evropë dhe në botë. Edhe pse shihja shumë gjëra të mira në ato qytete, unë ndjeja një xhelozi. Një xhelozi e cila më bënte të mendoj dhe të xhelozoj sepse unë nuk e kam një qytet më të mirë sikur ato qytete të cilat i vizitoja. Prandaj, unë mendova se vetëm me angazhimin tim dhe me angazhimin e gjithë juve mund të bëjmë Prishtinën një qytet më ndryshe. Unë besoj se vetëm me lëvizjen vetëvendosje mund ta bëjmë Prishtinën një qytet ku të gjithë fëmijët do të kenë mundësi të barabartë do të kenë mundësi dhe qasje të barabartë në edukim cilësor, ku të gjithë nënat do të kenë mundësi të punojnë dhe të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe publike dhe ku të gjithë pensionistët do të kenë një jetë dinjitoze. Prandaj, unë besoj se së bashku me ju do ta fitojmë Prishtinën. Faleminderit. Fatos Aliu, lindur në vitin 1953 në Preshev, gjimnazin e ka përfunduar në Skenderbeu, gjimnazin në Preshev dhe në vitin e tretë për ta përfunduar pastaj në Prishtinë. Studimet i ka filluar në Fakultetin Elektroteknik të Zagrebit, mirë po pastaj burgoset për veprimtari politike. Kthehet në Prishtinë, ku ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, ka punuar si arsimtar dhe më vonë kyçet edhe në zhvillimin e ish elektroekonomisë së Kosovës Inkos si projektant kryesor. Tani punon në Agjencionin e Kosovës për eficiencë dhe energji, por dua të potencoj një prej aktivistëve më të shuar politik të çështjes kombëtare. Fatos Aliu. Kandidoj sepse besoj se me fitoren e vetëvendosjes arrihet zbatimi i vetëvendosjes popullit shqiptar. Vetëvendosja e cila është shkelur historikisht dhe tani tragjikisht edhe pas luftës. Dhe besoj se me Prishtinën na do ta japim shembullin konkret për rimkëmbjen e qytetit të shkelur në të gjitha fushat e saj, të ekonomisë dhe Rushdie Murati, lindur në vitin 1952 në Durrës, ka diplomuar pranë Universitetit të Prishtinës si inxhinier e teknologjisë, ka qenë punësuar në organizatën Ramiz Sadiku për vite të tëra, por pas largimit të dhunshëm në vitin 1989 detyrohet që të largohet me familjen në Zvicër, ku i ka dhe tani familjen, por me dëshirë të madhe i kthehet aktiviteteve në Kosovë dhe është për krahas e madhe tash i ka bashkangjitur lëvizjes vetëvendosje në këtë betejë për ta ndryshuar Prishtinën. Ju dëshiroj suksese, e dua që qytetarit të Prishtinës t'i afroj një respekt dhe dinjitet, të respektohet me dinjitet madh, që dhe ai të ketë një votë edhe kudo që gjendet të respektohet edhe të jepet mundësia që dhe ai të flasi. Pa marrë parasysh në çfarë niveli, në çfarë stresi i përket. Prandaj, mendoj që Prishtina me vetëvendosje do t'i afrojë qytetarit të thjesht atë që dërtash nuk e ka pas. Zona Hoxha e lindur në vitin 1980 në Prishtinë, shkollimin fillor dhe të mesëm ka përfunduar në Prishtinë, ndërsa në vitin 1999 shkon në Cleveland, Ohio, ku atje diplomon në Universitetin Baldwin në fushën e psikologjisë dhe neuroshkencës. Pas një periudhe 7 vjeçare që ka punuar në hulumtime shkencore, ajo kthehet më pastaj në Kosovë, ku edhe sot punon në QKUK, por jo realisht në QKUK, por në qendrën e telemjekësisë, ku i ofrohet ndihmë studentëve të mjekësisë që të zhvillojnë hulumtime. Është kënaqësi që zonën e kemi në mesin tonë. Faleminderit shumë. Të nderuar qytetar, vendosa që të bashkohemi lëvizjes, por të bashkohemi edhe juve dhe së bashku të angazhohemi maksimalisht që Prishtina të jetë një qytet i sigurt, qytet i bukur edhe qytet i suksesshëm. Andaj, me 3 nëntor, ta ndryshojmë Prishtinën së bashku. Eyub Bajrami, lindur në vitin 1945 në Biti, shkollën e lartë, kualifikimin e lartë në Obilis, shkollën e lartë për organizim të punës në Novi Sad, punon edhe në fabrikën e qimentos, ka punuar në Han Telezit, më pastaj edhe në elektroekonomi, është themeluesi i iniciativës qytetare për mbrojtjen e Prishtinës për Prishtinën, ku ka përgatitur dokumentacion të plot ankesa për ndërtimet pa leje. Unë e kam thënë
Don Kishoti i Prishtinës në luftën që i ka bërë ndërtimeve dhe ruajtjes së lagjeve të Prishtinës. Vendvendosa që ku më bashkangjitën për na ansamblist në krye me Shpend Ahmetin, sekretari komunës tashëm, do të qesmi komunën dhe binor demokratik. E jo si ka është tash. E dyta. Do të ndalojmë korupcionin, krimin organizum dhe degradimin e qytetit Prishtinës. Nuk do të punojmë për përfitime personale, grupore dhe klanore. Do të punojmë për zbatimin e ligjeve dhe për meqenjen e qytetarëve të Prishtinës për një krye qytet. Pasqyrja e një krye qytetit duhet me ditë gjithna, është edhe pasqyrja e shtetit. Faleminderit. Flamuri Brajshori, e lindur në vitin 1972 në Prishtinë, diplomoi në Fakultetin Juridik, drejtimi i përgjithshëm, përfaqësuese e komunitetit shqiptar në Irlandë në vitet 1999-2000, që nga viti 2010 mendoj se është fytyra e qendrës së Prishtinës në lëvizjen vetëndosur. Do të angazhohem për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale. Kjo është arsyeja pse unë kandidohem. Fatmir Ibrahimi, lindur në vitin 1972 në Prishtinë, i diplomuar në degën psikologjie përgjithshme, gjatë vitit 2010-2012 punon si psikolog në qendrën rehabilituese Streha me qendër në Zvicër si psikolog. Është njëri që e njohin se shëtit të rrugëve Prishtinës me bicikletë, që nga shkurti i vitit 2013 aktivist i lëvizjes vetëndosur. Faleminderit. Salla e mbushën plot, edhe ne si psikolog ose zana e din më mirë këtë punë ndjesinë. Ne dojmë mja kthye qytetarit, pra individit, vetë vlerësimin, dinitetin, për të pas një integritet si shoqëri dhe jo të mbesim si ata që quhemi në top listën e mjerimit. Pra, me një fjalë, unë dua që të angazhohem, sepse në lëvizje vetëvendosje ka pas derën qelë për secilin, edhe do të ketë që mundet me dhanë kontributin e tij jetësor edhe personal. Faleminderit. Andoena Arni, e lindur në vitin 1984 në Prishtinë, magjistër e psikologjisë klinike, diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe mban titullin konsulente e psikoterapisë pozitive. Ka shërbyer si psikologe dhe koordinatore në shumë organizata, është antare e qendrës kosovare për psikoterapi dhe është mësimdhënëse dhe psikologe në një institucion arsimor në Prishtinë. Andoena? Unë kandidoj për të dhënë kontributin tim në zhvillimin dhe në avancimin e fëmijëve me nevojat veçanta. Dua që të jem zëri i tyre brenda Asamblesë Komunale në Prishtinë. Faleminderit. Florim Kurti, i lindur me vitin 1973 në Prishtinë, shkollimin fillor dhe të mesëm e mbaron në Prishtinë, më pas detyrohet që të migrojë në Gjermani, atje le mërgimin dhe i bashkangjitët ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke parë se nuk po shkojnë punë të mirë, i bashkangjitët lëvizjes vetëvendosje në vitin 2010, unë e them që, po ju tregoj veç një histori, është prej aktivistëve i cili më së shpeshti më thirrë në telefon dhe thot na mur uji në mlagjën matin ne, kjo u presh, kjo nuk po punon, ton kohën me komunitetin e din lagjen e vet, çdo shtëpi si funksionon. Florim Kurti. Faleminderit shpejt. Duke pas parasysh pikërisht lëvizja vetëvendosje, pikërisht për reagimet cilat i ka bë, unë mendoj se kandidati i hashëm rrethsisht ku be kontribu në drejtë realizimit të tyre, pikërisht do të punoj edhe më shumë në lagjen mat ku edhe jam përfaqësues i kësaj lagje. Faleminderit. Drita Tahiri Rexhepi, e lindur në vitin 1964 në Prishtinë, shkollën fillore dhe të mesmen i ka përfunduar në Prishtinë dhe ka kryer studimet për inxhinieri elektrike në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1993 punon si mësimdhënëse në shkollën e mesme elektroteknike Gjinga Zulli, ka qenë për krahase vetëvendosje që nga themelimi i saj. Kandidoj që së bashku me të gjithë ju këtu ta bëjmë Prishtinën një qytet më të dinjitetshëm për mësues dhe profesor.
që ata të mos ndihen të turpruar, por të jenë krenar për profesionin që e kryejnë. Sherafedin Sekiraqa ose Sherafi, si që quajnë të gjithë, i lindur në vitin 1958 në Prishtinë. Në vitin 1977-82 ka studiuar në degën e telekomunikacionit pranë Fakultetit Teknik dhe ka punuar si mësimdhënës në shkollën e mesme teknike Gjingazulli në Prishtinë. Gjatë viteve 89-99 ka qenë përfaqësues i banjës së Pllokkotit dhe hulumtues në organizatën Strategic Pulse Research, që nga viti 2011 aktivist i lëvizjes vetëvendosje. Përshëndetje. Programi i gjerë për zhvillimin e vetëvendosjes më ka bërë dhe alternativa, e cila Programi qartë zhvillimor i lëvizjes vetëvendosje dhe alternativa për ndryshime në komunën e Prishtinës më ka bërë që të kandidoj për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Bislim Shala i lindur në vitin 1966 në Prishtinë, shkollimin fillor në Barileve ka përfunduar nësa shkollën e mesme në shkollën teknike në Kastriot, drejtimi elektroteknik, është i martuar, baba i 4 fëmijëve, në vitet 92-93 punon në Kosova Besi elektroteknik. Bislimin, kudo që shkojmë në fshatrat e Prishtinës e gjejmë shumë aktiv, duke i ditur hallet e komunës së Prishtinës e fshatrave përreth qendrës, mendoj se është shembull i qytetarit aktiv. Bislim. Faleminderit. Qëllimi kryesor që më kandiduar për Asamble Komunale është se jemi më të mirë. Faleminderit. Ardhnora Berisha, e lindur në vitin 1986 në Prishtinë, shkollimin fillor e përfundoi në Prugoc, të mesmin në shkollën ekonomike Hoxh Kadri Prishtina, në Prishtinë, ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në degën Banka, Financa dhe Kontabilitet, që nga viti 2009 aktiviste e shuar e lëvizjes vetëvendosje. Ardhnora. Qeverisja dhe komunën e Prishtinës më ka shtyrë që të kandidoj për kuvendin komunal, ku nga afër do të mirë me problemet e qytetarëve dhe do të ashtyej përpara alternative në qeverisje të vetëvendosjes. Alternativë kjo e cila do të zgjedhë shumë probleme, të gjitha problemet e qytetarëve të Prishtinës që i kanë deri më tani. Xhavit Mustafa, i lindur në vitin 1945 në Preles të Ferizajt, Fakultetin Juridik ka përfunduar në Prishtinë dhe ka vazhduar studimet postdiplomike në Universitetin e Zagrebit. Ka punuar kryesisht në shtëpi botuese në cilësinë e këshilltarit juridik dhe që nga vitin 1968 është një ndër autorët më të shpesh të shkrimeve për zhvillimet politike në Kosovë. Është bashkëthemelues i Partisë Socialdemokrate të Kosovës me 1990 në Prishtinë dhe ka qenë kryetari i Forumit Veteranëve të PSD-s. Në vitin 2013 ka vendosur të bashkangjit lëvizjes vetëvendosje. Bindjet e mia ishin socialdemokrate dhe besoj që lëvizja vetëvendosje do të realizon atë program se një pjesë e madhe e programit është socialdemokrat. Dhe do të realizon shtetin social. Por shka kryesora, unë do të angazhohem zbashku me kryetarin e komunës, Shpend Ahmetin, që të afrojmë komunën qytetarit, që komuna t'jep e hapur për qytetarët. Dhe edhe një pikë tjetër që të angazhohemi në maksimum që statusi i Prishtinës të jetë status i kryeqytetit të Kosovës. Isa Mustafa ishte nxënës i mirë, student i mirë, edhe ligjërues i mirë, por nuk u tregua menaxher i mirë. Edona Leci Desku, e lindur në vitin 1981 në Prishtinë, shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Prishtinë, ndërsa diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë, mjekësi e përgjithshme pranë Universitetit të Prishtinës. Për të përfituar përvojë, aktualisht punon në qendrën e mjekësisë familjare në Vushtre, jeton me familjen në Prishtinë dhe i është bashkuar lëvizjes vetëvendosje në vitin 2013. Kandidoj për ndryshimin e këtë qeverisjes komunale. Nuk është rrugës të presi ndryshimet nga të tjerët, andaj jam angazhuar në alternativën e vetme, jam angazhuar në vetëvendosje që është alternativa e vetme.
Gjevat Isufi, I lindur në vitin 1947, në vitin 1972 kreu shkollën e lartë pedagogjike dhe ka diplomuar pranë Universitetit të Prishtinës. Ka punuar si mësimdhënës që një kohë të gjatë në shkolla ndryshme edhe në Gjilan, edhe në Prishtinë, është bashkuar lëvizjeve të vendosje në vitin 2010 dhe është momentalisht kryetar I pikës së lagjës Magjerëve. Faleminderit. Unë me pasionin tim dhe përkushtimin do të punoj për të përmirësuar gjendjen e qytetarëve tonë të cilët janë në një gjendje shumë të rënduar. Faleminderit. Imer Rahmani, I lindur vitin 1956, diplomoi në Fakultetin Juridik pranë Universitetit Prishtinës dhe ka punuar për 12 vite në ndërmarrjen Gërmia tregtare në Prishtinë. Ka qenë aktivist I shuar politik për pavarësinë e Kosovës, ndërsa në vitin 1995 detyrohet të migrojë në Gjermani ku ka jetuar 11 vite. Është kthyer në vendlindje, është kthyer që të kontribuojë në veprimtarinë politike për ndryshimin e gjendjes. Imer Urmani. Arsyeja pse unë jam në listën e kandidatëve të Asamblesë Komunale në Prishtinë është një arsye. Arsyeja që duhet të bëjmë ndryshime rrënjësore. Dhe këtë ndryshim e bën lëvizja vetëvendosje e jo ata të cilët deri me tani qeverisën me Prishtinën, gjithsesi dhe Kosovën. I falenderoj. Ilirion Duli, e lindur në vitin 1991 në Prishtinë, diplomoi në Fakultetin e Ekonomisë, Drejtimi, Menaxhment dhe Informatik, ka punuar në Korporatën Energjetike të Kosovës deri në vitin 2012. Momentalisht është duke vijuar studimet master, drejtimi, menaxhment dhe informatik në Universitetin e Prishtinës, që nga viti 2010 aktivist e lëvizjes vendore. Përshëndetje, unë kandidoj që Prishtinën ta bëjmë një vend normal, një vend ku uji nuk konsiderohet privilegj, por e drejt e çdo njerit. Faleminderit. Faleminderit, tash ma kanë shkruar këtu Fisnik Ismaili po qenë ka zvrast. Nuk e dia ka ndosh me thonë që s'ka nevojë me folë për ta se krejt e din, ose me thonë që s'ka bo kur gjo, po jo e njemi bisin. Jem rrit me një qytet, cilën mon nuk për një, se a kanë marrë shpirtin. Une po kandidoj një akthy qatë shpirt. Për guxim më së mbrëme. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, Puhie Demaku, e lindur në vitin 1982 në Prishtinë. Puhia ka jetu një pjesë gjatë jetës saj në Belgjik, ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës Gjuhë dhe Letërsia Angleze dhe ka magjistruar në Brighton, Angli në studimet bashkohore evropiane. Puhia ka akumuluar përvojë pune 13 vjeçare duke punuar edhe si gazetare, po edhe në qeveri si konsulente. Tani që nga viti 2010 aktive në politik, në lëvizjen vetëvendosje, antare e kryesisë Puhie. Faleminderit shpend. Jam e fundit në listë dhe fisë tha sa mirë me qenë të fundit asë të bjem me nej ma pak në kom, para publikut. Mirë po, arsyeja pse jam kandiduar për lëvizjen vetëvendosje për Kuvendin Komunal Prishtinës është për një arsye të thjeshtë që krejt energjinë që e posedoj edhe krejt konstruktivitetin që e kemi pas deri tani në organizatë të lëvizjes, duam ta bartim edhe për brenda Kuvendit Komunal. Kështu që për energji, për mendaj të kom, mos ta ndroni. Ju falenderoj për durimin që patët dhe po e përfundoj me këto fjali. Një njeri dihet se I ka punë të mirë kur është I rrethuar me njerëz të mirë. Unë sot kokë ulur qëndroj para gjithë këtyrve kandidat për Kuvendin Komunal të Prishtinës, të gjithë me përvojën e tyre, cilin e bojnë ekipin shumë më të fuqishëm dhe më garantojnë se kur të marrim komunën dhe e drejtojmë komunën, do ta bëjmë një punë tepër të mirë me gjithë këta njerëz. Ju falenderoj nga zemra për të keni bashkë gjithë të këtë. Me 3 nëntor drejt fitores, ju thras që të votoni sa më shumë. Faleminderit. Thras që të votoni sa më shumë. Faleminderit.